Tani vazhdojmë të flasim për lajmet nga Gostivari. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta priti në një takim zëvendës ambasadoren e Zvicrës Katarina Shtoker, asistenten programore Aneta Damjanovska dhe asistentin e ambasadorit Bujar Ibishi. Kryetari Bejta falenderoi dhe shpreh mirënjohje për shtetin zvicran për kontributin e tyre të dhënë në mbështetjen e shumë projekteve të dobishme dhe jetike që janë realizuar dhe që realizohen në interes të qytetarëve të komunës së Gostivarit. Gjithashtu vlerësua i shumë i mirë i dobishëm bashkëpunimi midis komunës së Gostivarit dhe ambasadës së Zvicrës dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi pritet që shumë shpejt në Gostivar të fillojë realizimi i një projekti shumë i rëndësishëm për qytetarët. Pas takimit, kryetari Bejta dhe zëvendës ambasadorja Shtoker ndoqën nga afër mbledhjen e punës së Këshillit Drejtues të projektit Ujë të pijshëm në Gostivarin. Me që rast, unë njoftua me master planin e qytetit të Gostivarit, përgatitur nga ekspert zvicran. U prezentuan edhe planet për përmirësimin e rrjetit të ujësjesit të Gostivarit në të ardhmen e afërt. Në takim morën pjesë edhe drejtori i ndërmarrjes publike komunalec Mehmet Ali Xhaferi, si dhe përgjegjësi i Departamentit të Zhvillimit Ekonomik Lokal Pajtim Saiti.